Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim se si do jetë kjo fundjavë ku Jupiteri do kthehet në retrograd dhe shohim se si do ndikoj për të gjithë ne. Atëherë mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme për dashurinë. Ju uroj një fundjavë sa më të këndshme dhe shohim energjinë që do na vi për këtë fundjavë. Atëherë, kemi energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të ajrit dhe energjitë shenjave të ujit. Pavarësisht se dalin këto energji, por leximi është për gjithë ju. Atëherë, ju shoh që do keni takime gjatë kësaj fundjave, do ndjeni më të sigurt dhe do harrini të stabilizoni një takim që do keni, njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Dhe këtu flasim për shenjat e zjarit, por dhe shenjat e tjera. Por shenjat e zjarit do ndikojnë më fuqishëm, ndërsa për një pjesë tjetër shoh që ju do arrini të stabilizoni pa pritur diçka në lidhje me punën tuaj ose nga ana ekonomike, pavarësisht se si mund t'i keni situatat. Ju shoh që jeni në kërkim të një dashurie, një pjesë prej jush, disa prej jush mund të jenë në kërkim të diçkaje, të një stabiliteti që ju doni të krijoni, ose në kërkim të një njohjeje, të një dashurie. Gjithsesi ju shoh që jemi te energjia shenjave të ujit, shoh që ju bini shumë të trishtuar dhe nuk shikoni një ofertë dashurie që ju vjen, një person që ju ofrohet ose një dorë nga universi që ju dhuron këtë kupë emocionale. Kjo ka lidhje dhe në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike ose në situata të ndryshme që ju mund të jeni. Ndërsa një pjesë prej jush mund të jeni në kërkim të një drejtësie. Mund të ketë lidhje me ligjin, mund të ketë lidhje me shtetin, mund të jeni në kërkim të një shtëpie, pjesa tjetër, ose ju jeni duke kërkuar ose dëshironi që të investoni te një shtëpi. Për pjesën tjetër mund të jeni duke kërkuar një pronë që ju mund të jetë një trashëgimi ose diçka tjetër. Gjithsesi, ju shoh në këtë fundjavë jeni të përqendruar në një lloj trishtimi, në situatat që ju keni në lidhje me gjithçka. Dhe të shohim këtu ka një takim në lidhje me pjesën e personave dhe dolën 2 letra që dëshirojnë të futen në një njohje ose në një lidhje, por dhe pjesa tjetër që ju dëshironi të stabilizoni njohjet dhe lidhjet tuaja. Atëherë ju shoh shumë të sigurt në lidhje me këtë gjë. Nëse ju dëshironi të bëni një takim me një person, atëherë ju shoh kemi energjitë shenjave të tokës dhe të ujit. Ju shoh shumë emocional dhe shumë të sigurt me shumë vetbesim në këtë gjë. Që ju të hyni në një njohje të re, ose në rastin tjetër dikush prej jush mund të dëshironi të korrigjoni dhe gabimet tuaja, sjelljet tuaja, si në lidhje me anën profesionale dhe në anën personale, por gjithsesi e shoh më tepër në lidhje me një takim, ku ju ndjeni të sigurt në veten tuaj për ta bërë këtë takim dhe shoh që keni shumë emocione në lidhje me një person, me një dashuri. Ndërsa për pjesën tjetër i shoh me lajme të mira nga ana ekonomike, do merrni një shumë të konsiderueshme parash, por ndërkohë ju shoh që ju do jeni ndoshta keni qenë në presion në lidhje me anën ekonomike ose me të përditshmen tuaj. Gjithsesi unë shoh këtu që ju do harrini të stabilizoni situatat, si në lidhje me punën nga ana ekonomike, por dhe në lidhje me anën shpirtërore, në lidhje me dashurinë. Shoh që do keni shumë emocione gjatë kësaj fundjave dhe shohim të energji e ajrit. Ju jeni në kërkim të një dashurie, në kërkim të një pune, në kërkim të një shtëpie ose diçka tjetër. Gjithsesi,
ju kërkesat mund t'i dini më mirë. Gjithsesi unë shoh që jeni në kërkim të një dashurie. Shoh që keni shumë emocione, keni oferta, por jeni të përqendruar te një ofertë që ju tërheq më shumë. Dhe këtu kemi të bëjmë dhe me energjitë shenjave Demit, Shigjetarit, por edhe Peshores. Atëherë, ju shoh në kërkim të një dashurie. Do keni shumë oferta gjatë kësaj fundjave, por do përqendroni te një person. Dhe unë shoh që ju do bëni një fillim të ri që do marrë zhvillime të mira. Një pjesë tjetër mund të jeni në kërkim të një shtatzanie, ose në kërkim të dokumentave të ndryshme për pjesën tjetër. Për disa të tjerë mund të jeni duke kërkuar për t'u larguar jashtë shtetit, ndërsa për një pjesë tjetër mund të jeni duke kërkuar edhe për blerjen e një shtëpie, blerjen e një makine, ose blerje të ndryshme që dëshironi të bëni. Gjithsesi, unë shoh fillime që marrin zhvillime shumë të mira. Ju keni ëndra, iluzione rreth gjërave që kërkoni dhe shoh që do realizoni një fillim të ri që do marrë zhvillime shumë të mira. Kjo ka vlerë edhe në lidhje me punën, me anën ekonomike, ose me institucione shtetërore, thamë, për gjithë ata që mund të kenë lidhje me shtetin, me situata që mund të kenë lidhje me gjykatat, prokurorit ose diçka tjetër. Dhe ju shoh që jeni shumë të trishtuar, jeni përqendruar në një lloj trishtimi. Ndoshta në lidhje me dashurinë, diçka ju ka trishtuar, ju jeni përqendruar aty, ndërsa për pjesën tjetër ndoshta në lidhje me disa tensione ose në lidhje me situata të ndryshme që mund të keni, si në lidhje me dashurinë, me punën për një pjesë tjetër, një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me familjen, për disa të tjerë mund të ketë lidhje me çështje dhe situata që kanë lidhje me shtetin, me dokumenta të ndryshme. Dhe ja ta shohim. Unë i shoh që ju jeni tërhiqeni brenda vetes dhe jeni duke menduar në lidhje me një ofertë që do t'ju vi. Ndoshta mund të jetë diçka e papritur dhe ju do jeni ndoshta duke kthyer dhe planet tuaja gjatë kësaj fundjave. Dhe këtu kemi energjinë e shenjës së Demit, gjithsesi tham jeni të përfshira, të gjitha shenjat e horoskopit. Dhe unë shoh një ofertë në lidhje me dashurinë. Ju do të rriqeni, do ta mendoni se si të jepni drejtim kësaj dashurie, kësaj njohje ose lidhje. Në rastin tjetër në lidhje me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ndërsa për një pjesë tjetër, ju mund të jeni të përqendruar në një lloj trishtimi, dëshironi të largoheni diku, jeni duke kërkuar ndoshta diçka që ka lidhje me punën, me institucione shtetërore, me dokumenta të ndryshme, ose edhe në lidhje me fillime të ndryshme të reja. Por do jetë një fundjavë ku përqendroheni në një lloj trishtimi që ju ka kapur dhe mendoni se si të jepni drejtim. Por thjesht duhet shikoni mundësitë dhe ofertat që ju vijnë. Dhe çfarë janë këto? Unë shoh që do jeni shumë, dolën 2 letra, do jeni shumë bashkëpunues. Ndoshta për një pjesë për ju shoh që keni një ofertë e vendi punës në lidhje me dashurinë. Do jeni duke menduar, mund të jetë edhe një person që ju keni investuar më përpara te ky person dhe shoh që do investohet përsëri në një dashuri. Ndërsa për pjesën tjetër do jeni më bashkëpunues në marrëdhëniet tuaja. Ju do jeni duke investuar në marrëdhëniet që keni, një pjesë tjetër mund të investojnë në lidhje me fëmijët tuaj. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh që ju do rrisni të ardhurat. Mund të keni qenë të pakënaqur me të ardhurat vogla, por unë shoh që do fillojnë të rriten edhe të ardhurat tuaja. Dhe si do përfundoj kjo fundjavë në lidhje me ju? Atëherë ju shoh që keni vendosni qëllime vetes, ju shoh me shumë emocione, me shumë pasion. Disa prej jush mund të ndjeni të sakrifikuar me një dashuri. Ndoshta ju gjërat nuk ju kanë ecur si vërtet dëshironi, jeni duke analizuar me emocionet tuaja, por ndërkohë ose me një rikthim të një personi nga e kaluara. Shoh që do keni emocione, do keni pasion, por ndërkohë ndjeni të sakrifikuar në lidhje me këtë dashuri. Ndërsa për pjesën tjetër, ju shoh që keni bërë shumë durim në lidhje me diçka. Ju do t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me një sakrifis që mund të keni bërë.
në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Në rastin tjetër kjo mund të ketë lidhje me punën tuaj, me anën tuaj ekonomike. Gjithsesi unë shoh edhe një person që do t'ju mbështesi. Por ndërkohë ju do filloni të shikoni gjërat ashtu siç janë. Në të vërtetë ashtu siç janë, si në lidhjet tuaja romantike, por edhe në planet tuaja të së ardhmes, por dhe në sigurinë tuaj, sepse e kemi që në fillim të leximit që ju dëshironi të krijoni një lloj stabiliteti, një lloj pavarësie, por e shoh që jeni duke analizuar gjithçka me situatat që ju mund të keni kaluar. Dhe shoh kemi kullën, rrëzim, diçka do rrëzohet për të ndërtuar diçka më e sigurt. Diçka prishet këtu. Ndoshta ju jeni duke menduar në lidhje me prishjen e një njohje, të një lidhjeje ose rrëzimin e diçkaje në jetën tuaj ose gjëra që ju janë rrëzuar. Dhe këtë mund ta merrni në të gjitha llojet e situatave. Por kjo ndodh, ky ndryshim që do vi tek ju, ndodh ose ju jeni ndjerë të sakrifikuar dhe ka ardhur momenti që mos të sakrifikoni më në lidhje me situata të ndryshme. Dhe ju dëshironi dhe prisni një ndryshim të madh në jetën tuaj, për të filluar një njohje të re, për të filluar një punë të re. Për një pjesë tjetër ndoshta mund të kenë lidhje me dokumentat, me këtë pjesën e gjyqjeve ose diçka tjetër, por shoh një ndryshim që vjen papritur, po vjen një ndryshim për mirë, ku ju nuk dëshironi të ndiheni më të sakrifikuar në lidhje me gjithçka. Atëhere, ju shoh që ju do të jepni fund, do çliroheni nga situatat e së kaluarës, mund të jenë situata në lidhje me dashurinë, shoh që keni marrë shumë goditje këtu, por ndërkohë çliroheni, por dhe dëshironi të jepni një drejtim më të qetë gjërave. Unë shoh që dikush prej jush mund të kenë pasur edhe një thyrje zemre ose një goditje në lidhje me dashurinë, por i ka ardhur fundi kësaj situate. Ju dëshironi të vendosni një drejtësi, dëshironi të jepni zgjidhje, të çliroheni nga një situatë për të bërë një fillim të ri. Por ndërkohë një fillim i ri në dashuri ose ju mendoni për të bërë një fillim të ri te vendi i punës ku mund të keni marrë goditje, ose edhe nga ana ekonomike. Ndërsa për një pjesë tjetër ka lidhje me institucione shtetërore, ku ju ose me gjykatat, me prokurorit, ku ju keni marrë shumë goditje në lidhje me drejtësinë, ju keni dashur të jepni zgjidhje diçkaje, keni duruar ndoshta për një kohë të gjatë, sepse shoh që jemi te 10 të shpatave, gjithsesi ka ardhur momenti të çliroheni nga këto situata dhe ju do lini vështirësitë mbrapa, do të jepni një drejtim më të qetë këtyre situatave që ju mund të keni. Gjithsesi, është një energji shumë e bukur. Marrim dhe një kartë tjetër. Unë shoh që kemi energji të shenjave të ujit, këtu të ajrit, një çlirim shpirtëror nga situata që ju kanë lënduar, nga situata që ju keni marrë goditje të mëdha, ju do të jepni një drejtim të qetë gjërave dhe unë shoh një çlirim shpirtëror. Dhe jemi te energjia e shenjave të ujit. Ju do të jepni drejtim ndoshta situatave në punë, në familje, për një pjesë tjetër, por shoh që do çliroheni nga disa gjëra, ose në lidhje me institucione shtetërore. Flasim gjithmonë në lidhje me dokumenta të ndryshme, me gjykatat, me prokurorit, kush ka pas lidhje me drejtësinë. Dhe shoh edhe lajme të mira në lidhje me ju. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thonë. Atëhere kemi numrin 16. Dhe ju thot, mesazhi me numër 16, dhe ju thot, është diçka shumë simpatike do vi në jetën tuaj. Duhet të pranoni ato ndryshimet që do vi në jetën tuaj. Dhe kemi kullën këtu që sjell ndryshime, por ndërkohë nëse ju duhet të ndryshoni për të futur në një njohje, për të lënë mbrapa goditjet që keni marrë, atëherë është momenti që ta bëni. Në rastin tjetër, mund të ketë lidhje me punën, për të bërë diçka të re. Atëherë ju mund të bëni zgjedhjet tuaja dhe të pranoni ndryshimet gjatë kësaj periudhe, sepse është koha që ju të ecni përpara. Kjo mund të ketë lidhje me
dokumenta të ndryshme në lidhje me shtetin, me institucione shtetërore, me gjykatat, me prokurorit ku ju keni marrë goditje, atëhere është momenti që ju të çliroheni, të ecni përpara dhe të pranoni ndryshimet që do vinë gjatë kësaj fundjave. Është një mesazh fantastik, e rëndësishme është që ju të ndjeni të qetë dhe të pranoni ndryshimet që vinë drejt jush. Dhe këtu flasim në lidhje me gjithçka, lidhje me dashurinë, por dhe me situata të ndryshme që ju keni. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, sepse aty përfshihet i gjithë muaj, videot e javës, por dhe video me tema për dashurinë, por edhe të vitit 2026. Atëherë ju uroj një fundjavë sa më të këndshme, dëgjim të këndshëm të kësaj videoje dhe dëgjojmë në videot e radhës.